Kushtase politika është vetëm për debate të rënda, akuza të panumërta dhe gjuhë të ashpër. E keni gabimin nderuar popull. Politika ka edhe shihet e saj të veçanta dhe fushata e 11 majit, duke se ka krijuar një histori dashurie që mund ta shohim shumë shpejt çdo të jinte live në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Gocani, e keni marrë vesh që ka ndosmi, ka filluar Gazbardi, po më përmend mua. Kjo do të thotë që do bëhem shumë e famshme tani. I kam dalë dhe në ëndër sa filloj sot do më përmend. 3 javë në listë edhe shpërtheu gazi. Mos e prisni mendjen se tani do përfitoj një gjë nga kjo, do bëhem shumë e famshme. Mos e prisni mendjen, po thjesht në 11 maj votoni numrin 5 Partinë Socialiste, votoni Zegjine Çaushi. Te lini gazi të merret për kënetën e vet se ku do shkoj. Po flasim për një marrëdhënie të ndërtuar mbi akuza dhe ironit, ku protagonistët kryesor janë socialistja Zegjine Çaushi dhe demokrati Gazmend Bardhi. Të dy personalitete që dashur apo pa dashur do të bëhen kryefjale e Kuvendit me historinë e dashurisë së krijuar në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, më konkretisht gjatë fushatës. Dhe nuk është fjalë për një dashuri të ëmbël, por për një marrëdhënie të mbushur me akuza të Bardhit ndaj Zegjines dhe humor e dashuri të Zegjines ndaj Bardhit. Gazo, mirëmëngjes yllo, si më gdhive sot, se ti më rri dhe vonë natën e më pin gjim me gentin tek për tek me syt me xixa. Populli thot ata që shëtisin në 2 të natës nuk merren me punë mira. Po fushat do bësh o Gazo, apo vetëm postime me kallëzime. Njerëz do takosh Gazo, apo hiç, se s'ka njeri që të ta hap derën. Vetmia e madhe e gazit, as Luani nuk është kaq vetëm. 5 Gazo, mos harro. Ky fundit është në listë të sigurt të kandidatëve për deputet në qarkun fier, teksa Zegjine Çaushi në listë të hapur ka arritur të marrë zemrat dhe votat e banorëve të Fierit. Gazo, ku jeti xhan? Do vishtash në një gjë këtu te sofra në Ertili, se janë prodhime bio të zonës time, apo nuk ha fare që të spërdridhesh më bukur më raft të pika. Hajde Gazo te motra jote të prezantoj edhe me shoqjet e mia, se të kam parë të mërzitur shumë këto ditë. S'ke fa, jo, rënd shumë situata. Iku edhe deputeti i 5 Gazo. Po hajde fu diçka në gojë, se s'do vdesësh për partinë. Larg qoftë se me zi që të kemi, na ke ardhur si me porosi. Qime nga qulli se nxjerr. Gazo, te sofra në Ertili jam, po të presim. Akuzat e Bardhit nuk i kanë lënë asnjë mundësi tjetër Zegjines, përveç se të bëj humor dhe të bie në dashuri me të, jo dashuri pasionante, dashuri që siguron vota dhe krijon audiencë. Ciao Gazo, come va? Io sono a Milano e tu dove sei? Po ku ti jeshti mo lumadh, ku ka shqiptar të ta hap ty derën? Nga Divjaka e gjerë në Roskovec. O me Gazo, ç'ke? Të ka zënë të dridhurat e këtyre takimeve. Në 11 maj, Gazo, shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e diasporës do të tregojnë vendi Gazo në atë kënetën tuaj të përbaltur. Zegjine me një sharm të jashtëzakonshëm e ka kthyer çdo akuzë të Bardhit në një mundësi për t'i dhënë më shumë fam vetes, teksa pritet të ulet në karrigen e parlamentit si e preferuara e kryetarit të Partisë Socialiste, por jo vetëm, edhe të banorëve të Fierit. Gazo, po ku je mo Gazo? Si je? Si mu gdhive? Po si nuk di asnjë fjalë tjetër mo, vetëm blerje vote, blerje vote, blerje vote. Fushat nuk është kjo që bën ti mo Gazo, që çdo gjë e lidh me blerjen e votave, blerjen e votave. Po pse valle thua këtë mo Gazo? E thua se po përgatitesh për atë humbjen e madhe të 11 majit. Strategji e vjetër kjo Gazo. Po aj sa edhe këneta juaj. S'të ka ngel askush Gazo të hap derën, në Lushnje asnjë, në Divjak një që të ka ngel Gazo, ai të pret edhe ty, edhe Lulin. Në Patos, pensionistët nuk të përshëndetën, jo më të japin votën ty mo Gazo. Në Mallakastër, jo, në Fier, jo, në Roskovec, jo Gazo, s'ke as kënd të hap derën. Ngele vërdal mo Gazo me ata 10 vetat e tu, me ata lëviz,
me ata ha, me ata pi, me ata feston ato fitoren imagjinare që nuk do të arrish kur gazo. Dhe tani delve të madhe dhe vërtet, blerje vote, blerje vote. Vota cilat i ke bler ti gazo, ti me babajnë tënë të super knetës. Ne nuk blejmë vota gazo, ne dim se si ti fitojmë votat. Votat fitohen duke i takuar njerëzit, duke i parë sy më sy, duke i zgjidhur hallet dhe problemet e tyre. Votat i blen ti gazo, me miell edhe me lek, ti dhe super këneta jote. Zexhine nuk nguroi të shfrytëzoj çdo mundësi për të thumbuar bardhin me një dosë të papar ironie. Gazo, po të presim, ku je ti që thua se nuk e asgjë të re? Po mbyllë syt dhe shiko, salla është plote për plot me njerëz nga çdo brez, një goditje e pasur për të gjithë përpjekjet e bardhit. Por jo vetëm, Zexhineja ka treguar edhe dashurinë ndaj bardhit dhe anasjelltas, dashurinë e bardhit që ka për të. Gazo, si mund të mbyllet kjo fushat pa një përshëndetje të fundit? Se më datë 12 maj, ti e di që baba Bufi do të zhduk. Jo vetëm nga Fieri, por nga Shqipëria kaq shumë sa e ke turpëruar, nuk ka faj. Mora vesh që ke dhënë urdhër të prishet procesi votimit, të prishin kuti, të grisin proces verbale, të bëjnë incidente. Po pse mo Gazo? Budallenji di fjerakët lushnjarët e roskovecarët ti? Edhe të djathët njerëz janë, e njohin ligjin e nuk do të dëgjojnë ty, që shkove në Elbasan, nxisje, vrasje e pastaj u zhduke. Do i hedhësh në zjarr komisionerët e djathtë, e pastaj vetë do ikësh e ata do dërgjen në prokurori e Burgje. Mo Gazo, erdhe, fjete, hëngre, pive, dhe se dim qa tjetër bëre, po pun jo njëherë. Tani në ditën tënde të fundit në këtë qark, në kryeqytetin e socialistëve si e quan Edi Rama, po të them një merak që më mbeti. Po si s'më pe njëherë dhe mua mo Gazo, me ato syt e ëmbla që shikon Genti në 2 të natës. Do e marr malli Genti për ty. Lam të mirë nga Fieri Gazo, lam të mirë. O Gazo, të përshëndes nga Athina, shife sa është mbu, shife, ka marrë të flasë për ty Gazo. O Gazo, si të kam gjanë, të ka bërë shumë keqa i deti socialist mbrëm në shesh të Fierit, Bërët sa postime, të lodhur shumë, të pashpres, si piskama frike. Do bësh si do bësh, edhe 3 ditë, se të torturoj kjo fushat në zemër të socialistëve, më raftë të pika. Vije vërdal sot me Luanin që me zi pret që të hej qafe dhe i thot të gjithve, do shpëtojmë të hënën, se do e shduk baba Bufi Gazit. O Gazo, më thajnë që s'ke gjetur as komisioner për qendrat e votimit, se votues s'ke. Dëgjo, këto shoqet e mia mund të vinë të mbajnë në një qendër votimi për ty, se do të përjashtojnë nga PD-ja o Mavrik, por 4 janë. Ty të duhet 1000 vetë, ku ti gjesh 1000 ti, që edhe në shesh me zi i bëre 300 vetë për baba Bufi. Hall të mathke, s'ke faj që je bërë një grusht e je nëzirë si rrushit ta. Haj, mos u mërzit se edhe 3 dit e do ikësh në kavaj. Paçim, dhe mos ju ndaj atyre 3 vetëve, e diti. Gazo, e kishe mbyt sheshin e Fierit sot, 300-400 vet, lumi madh, bravo, hodhe dhe ty më lumat, që mos të shihte baba Bufi që s'të vi njerëzit. O Gazo, o ylli mëngjezit, po Saliu e dimo që s'të do njeri, ndaj të solli në Fier, është i tmerrshëm baba Bufi, e peç të bëri sot, nxori një nga përshëndetjet e mia për ty, ko gjasme, më krahasonte me një që se nje as komshia. Pse e nxori thua ti, se do që të më promovoj sa më shumë, të më shohi dhe ata demokratët që s'më kam parë, madje të dëgjonin ato pjesët me spec për ty. Të tha motra ty, që ai shikon postimet e mia dhe knaqet, ai ta ka vënë emrin Gazi Zexhinesmo. Të qaj halin, por që të bëj, të kishe shkuar në kavaj,
të vështirë shumë në këta të qarkut Fierit më Gazo. Janë të fiksuar me Edi Ramën këta. Paqim Gazo, të përshëndes nga Toskana e Shqipërisë Gazo. Dhe pas gjithë këtyre provokimeve, një pyetje që duhet të shtrohet është, mund të shohim se Gjinen dhe Gazin së shpejti të ulen bashkë në kuvendin e Shqipërisë si deputet, duke vijuar këtë histori dashurie ironike që tashmë kanë ngjallur shumë pasion në publik? Ata mund të jenë bashkë, por do të jetë një marrëdhënie politike që do të vijojë të sjellë më shumë humor se sa çdo debat i zakonshëm parlamentar. Gazo, kur të gjithë të mbyllën derën, shpifja është arma jote, ka thënë Zexhineja, dhe ky mund të jetë mesazhi kryesor i gjithë kësaj dashurie politike. Fushata nuk është e mbyllur ende, por ajo që është e sigurt është që historia e tyre do të vazhdojë dhe do të jetë një spektakël në kuvendin e Shqipërisë. Po, mund të ketë një dashuri të veçantë mes Zexhinez dhe Gazit, por ky nuk është një roman i ëmbël, është një histori politike që ka gjithëshijen dhe një komedi të fortë, dhe sipas mënyrës se si shikojmë, do të jetë një serial i vazhdueshëm me dy protagonistë që vazhdojnë të thumbojnë njëri tjetrin. Bëhuni gati nderuar popull, me Zexhinen nga ana e PS-s dhe Bardhi nga ana e Partisë Demokratike. Së shpejti, në kuvendin e Shqipërisë, premtohet një serial plot emocione, thumbime dhe shpërthime të paparashikuara emocionale. Kujdes, politika do të jetë më nxehtë se kurrë.